ka qenë i ftuar Agje Sabri, pra Sabri Fejzullahu, këngëtari i mirë njohur i krejt shqiptaris. Ka qenë me të vërtet një surprizë që nuk e kom prit. Kam dje gjyshin atë natë shumë afer, përderisa ka qenë aj pjesë e natës tonë më të rëndësishme tjetës tonë, po e vërtet kam qenë këto 2 muaj shumë e angazhuar si me fushat, por edhe me organizimin e martesës. Unë edhe qëndrimi tashmë jemi martuar, kemi bo kështut një darsëm, as të vogël, as të madhe, po ta themi tepër të rëndësishme për neve, edhe ka qenë një ndër netët më të mirat jetës tonë, kështut pa dyshim. Qka ka qenë më e veçanta, ka qenë edhe surpriza që printe mi na i kam bo neve për darsëm, do me thonë ka qenë i ftuar Agje Sabri, pra Sabri Fejzullahu, këngëtari i mirë njohur i krejt shqiptaris. Ka qenë me të vërtet një surprizë që nuk e kom prit heq, kështu as nuk më ka shku mendja as njëherë. Do të me tregua dhe shikuzve pak ma detajisht që artisti për cilin po flasim, Sabri Fejzullahu, ka qenë një shok shumë i mirë i tashmë të ndjerit i gjyshit tënë. Kështu që po besoj që mandej kjo e ka pas hala ma shumë një emocion të fort për ty. Kjo ka qenë edhe arsyeja pse babi pikrisht ka vendosur që me eftu Sabri Fejzullahu tjetë surpriza jone natës, sepse e kam dje gjyshin atë natë shumë afer, përderisa ka qenë aj pjesë e natës tonë më të rëndësishme tjetës tonë. Në një farë mënyre e kemi kujtua dhe gjyshin. Edhe për këtë arsye ka qenë me të vërtet një moment që nuk ka me haru për krejt jetën, edhe e di qëndrimi është emocionu tepër shumë, unë kam qenë kështut e blokume nga emocionet, nuk më diqen as lotët, po për them kështu publikisht qëndrimi ka qajtë shumë, edhe mandej pasi është kry surpriza, na kanë tregu krejt mysafir që nuk ka krejt meshkujt që kanë qenë aty kanë qajtë bashkë me qëndrimin. Dhe më thonë edhe meshkujt nështë ta që nuk e kanë me ndu që kanë me qajtë, gjithë kanë qajtë, sepse për një me ka qenë një surprizë me të vërtet shumë e bukur për neve. Gjatë posa po flasim na për krejt këto detaje, në ekran jemi të i pa dhe disa prej fotografive të cilat tashmë vece jënë bo publike në rjetës sociale, fotografi shumë të mira, shumë më pëlqyn, shumë artistike po dokën, një vibe shumë i miri i këtyne fotografive. E vërtet, i kemi realizu me Blotër Navën, një fotograf fantastik, ka qenë shumë e letë me bashkëpunu me të, a i ka qenë pjesë pasaj edhe dasmës, ne i kemi bo një muj për para fotografit, kështu të photoshooting ta themi, për me pas pak ma të lirë dhe ditën e dasmës, kështu që unë e rekomandoj çdo qif me bo këtë gjë, sepse për një me javlen, pasaj ne i kemi pas vetë se fotot edhe veç i kemi postu në rjetës sociale, po me të vërtet, Blodi ka qenë një bashkëpunëtor shumë i mirë edhe po shihet edhe vetë fotot kanë qenë fantastike, neve na kanë pëlqyer shumë. Po du pak me ustëpuq që të martesa dhe me folë pak ma detajisht sa i përket kësaj dite, të pak ma herët ju tregova edhe mua dhe krejt shikuzve që pa dyshim ka qenë një prej ditëve ma të mirat të jetës tone, kështu që e meritën një fokus të veçantë me undalë tu edhe mja hep disa minuta kësaj. Ka qenë plan tonin me bo një dasma, ki qenë kështu ndështa gjithqysh me bo një darsëm se zbënë ndryshe? Jo, faktikisht jo. Ne nuk... Përshaj që se në spontane ndodhin mas miri. E vërtet, edhe ata që nuk e mendon me bo, edhe është ajo fjala kur më thuaj kur. Sepse bashkë kur thu jo e bën, kështu që nuk i dihet kur jetës. Ne nuk kemi pas qef me bo dasëm, sepse ne jemi edhe shumë gjatë në lidhje, kemi pas qef diçka të vogël, po jo konkretisht dasëm.